Mirësit dhe gjitha begatit e Allahu dhul Gjelal qofshin mbi ju. Falëndërimet dhe lavdrimet çdo men që i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu o Gjele Gjelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahu Gjeleshanuhu o Gjele Gjelaluhu, të cilin e falëndërojnë, e madhërojnë, i bëjnë sejdë atij dhe i nështronë atij, çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu Gjeleshanuhu o Gjele Gjelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam e nderuar vëllezër në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, bashkërisht kështu si jemi ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Atij dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që e ndoqen janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot do të kalojmë në një temë ndryshe nga xumaja e kaluar, me që xhuman e kaluar filluam një cikël ligjëratash në lidhje me aspektet psikologjike të jetës së Musës a.s. Edhe pse Musa a.s. e bëm një pyetje, pse Kurani e përmendën kaq shpesh Musën, që e përmendte 136 herë. Edhe u dhash fjalën që këtë javë do të vazhdojmë, mirë po, unë bëra një shkputje për këtë javë të ndryshojmë temën, sepse është dita në të cilën përkujtohet hijreti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo largimi edhe shpërngulja e Muhamedit alayhi salatu wassalam nga Mekkeja në Medinë. Një ngjarje jashtëzakonisht madhështore, një ngjarje të cilën nuk do të ishte ndershme mos ta bëjmë një ligjërat edhe për këtë ngjarje, jo në aspektin historik, por në aspektin e urtësive dhe mësimeve, çfarë dersesh, kjo është pyetja sot, çfarë dersesh, çfarë mësimesh duhet të marrin muslimanët sot me hijretin apo nga hijreti i pejgamberit alayhis salam. Kur e them këtë, e them që t'ua bëj me dije se nuk do të flas vetëm në aspektin historik, si histori ta tregojmë si hiki pejgamberi alayhis salam, ai ishte nxehtë 45-50 temperatura, këto nuk na interesojnë atë shumë, sa na intereson çfarë nxjerrim ne si musliman sot, se gjendja e muslimanëve fatkeqësisht sot është kaotike, jashtëzakonisht është e keqe, edhe a mund ne si ummet sot dashur vëllezër të nxjerrim diçka, ndonjë recept nga hijreti, nga largimi i pejgamberit prej Mekës në Medinë për jetën tonë dhe për ta rregulluar gjendjen tonë si musliman globalisht edhe si musliman lokalisht normal. Edhe hala mangush si musliman në shtëpinë tonë. Me thënë, a mund ne të bëjmë një hijret në shtëpinë tonë? A mund bëjmë një hijret në fshatin tonë? A mund bëjmë një hijret në shtetin tonë? A mund bëjmë një hijret në ummetin tonë? Po si mund të bëhet hijreti te këto që unë i përmenda? Hijreti mund të bëhet duke u bazuar në termin hijret. Çfarë do me thonë fjala hijret? Fjala hijret do me thonë largim, shpërngulje. Ne sot nuk mund të shpërngulemi dhe të shkojmë në një shtet për të aplikuar islamin ma mirë se në Gostivar dhe në Maqedoni, sepse edhe këtu, elhamdulillah, nuk jemi keq në aspektin e lirisë së besimit, e kam fjalën. Elhamdulillah, jemi mirë. Por, ne mund bëjmë një hijret tjetër, do me thonë një transformim, një transfer, një largim nga një gjina në një sevap, nga një gjendje përtasie në një gjendje pune, nga një gjendje kooperacie në një gjendje bujarie, nga një gjendje besimit të dobët në një gjendje të besimit të mirë, më të fortë, nga një pavendoshmëri në një vendoshmëri më të madhe. E krejt këto janë hijret për muslimanë. Më thonë, hijreti, dashur vëllezër, unë kështu e quaj të pak, në dikush mund mos pajtohet, por le ta analizoj mirë. Më thonë, pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk mund t'i binte, të i bindje shokët e tij të bëjnë hijret prej Mekës Medinë, se nuk është kollaj ta lanë shtëpinë, ju e dini shumë mirë. Pyeti gurbetçit, pyeti. 4 ditë se para se të shkojnë gurbet qajnë, edhe 5 ditë mbasi mbrin në gurbet qajnë. E kam fjalën, ju qanë zemra për shtëpinë, për vendlindjen. Nuk është kollaj. Vërtet nuk është kollaj, më vjen shumë keq që e them.
është një luftë e madhe shpirtërore ta lësh vendin në të cilën çdo pllum asaj toke të ngjall nga një kujtim familjerie, gjallërie, burrërie, pleqërie kështu me radhë. E shtëpisë tënde, e oborit tënd, e sokakit tënd, e qytetit, fshatit ku je rrit, e shokëve, së shoqeve kështu me radhë. Edhe çdo gur të ngjall nga një kujtim, edhe për çdo gur në gurbet të merr malli. Pavarësisht a janë grop, a janë llofka në asfalt, edhe për ato mallëngjesh. Pse? Se shpirti, zemra, mendja, trupi kanë një lidhje jashtëzakonisht të fortë me vendlindjen. Kjo nuk mohohet, e këtë di vetëm ato që janë në gurbet. Dhe tash Muhamedi alayhis salam dashur vëllezër, si mund t'i binte shokët që hajde shkojmë me njerë vitin e parë të shpalljes? S'mund t'i bindje. Vitin e parë, për shembull, atë vit 610 u shpall, filloi shpallja e Kuranit, ashtu. Për herë të parë. Edhe më njerë 611 të thonë të shokëve, hajde shkojmë krejt do ikim në Medinë se në Mekë nuk jemi rahat. A mund të bënte këtë? S'une bënte. Allahu i ka rregulluar çështjet të cilat ne duhet mësojmë një gradualitet dal nga dal, një sistematikisht të shkoj. Jo rastësisht, dashur vëllezër. Prandaj thash, unë duhet nxjerrë urtësi nga hijreti. Do të thonë, Muhamedi alayhis salam dashur vëllezër, për t'i bindur shokët e tij që të ikin, t'i lanë vendlindjet krejt këtë vend që u rritën, edhe pasurinë, edhe fëmijën, edhe gratë, edhe bagëtinë, edhe krejt i lanë shkojnë në Medinë, për t'i bindur t'i lanë krejt këto, ju desh 13 vjet. Shef, rastësisht që nuk është rastësisht. Ne e kemi mësuar dhe e mësojmë vazhdimisht zgjatja e Kurani zgjatja apo shpallje e Kuranit zgjati 23 vjet, 13 vjet në Mekë edhe 10 vjet në Medinë. Më thonë, 13 vjet më shumë Mekë se sa në Medinë. Pse? Urtësi ka shumë. Një prej urtësive më të mëdha është vullosja e imanit në zemrat e besimtarëve. Vuloset mirë, të flej imani. E kuptoni çfarë më thonë fjala të flej imani? Do të thonë, imani të bëhet pjesë e anatomisë tënde, jo vetëm me fjalë. Kur them pjesë, si e ke mushkërinë që merr frymë, edhe pa imanin mund që mos qëndrojsh, mos jesh gjallë pa iman. Si e ke zemrën që ndihmon të jesh gjallë, ta pompon krejta gjatë që e ke në trup, ashtu edhe imani duhet të jetë në zemrën e besimtarit që një ditë të bindet ta lanë Mekën. Ta lanë Kosivarit, i thosh, do shkojmë për Allahun dhe pejgamberin, se krejt ajetët që i kam nxjerrë për hijretin, hijret dhe emigrim bëhet vetëm për Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Kjo tjetra nuk quhet hijret. Unë duhet të quj se t'ua bëj qefin gurbeqarve, por s'mund t'ua bëj qefin deri në atë deregje t'u them se ju jeni në hijret, sepse ajo është vetëm aspekt ekonomik. Hijreti i vërtet, largimi dhe shpërngulja e vërtet, për të cilën ke sevap të plot ke Allahu, është nëse largohesh për të ruajtur fenë Allahut. A fenë Allahut mund të ruajsh edhe këtu? Mos i va. Hijreti ekonomik. A ka sevap? Jashtëzakonisht ka sevap shumë se ti shkon ta mbajsh familjen atje. Në Zvicër, Gjermani, Itali, ku je. Edhe kjo ka shumë sevap. Bile ne themi edhe si urgjollar edhe si dietar kanë dhënë fetva, mazallah, Allahu mos e bof nëse vritesh rrugës për ngurbet, vdes në punë kështu me radhë, a je shahid, nëse ke punuar me nder, normal. Jo restoran me raki ose me mish deri. Astagfirullah. Je shahid, je dëshmor, pse? Se mundosh të sigurosh kafshatën e familjes me halal. Por, a quhesh njeri i hijretit sipas Kuranit? Nuk quhesh. Ti shkon gurbet, po një jetë më të mirë, ashtu me radhë, disa këtu, disa atje, kjo temë tjetër. Më thonë, kjo pikë të pastrojmë pikën e parë. Pikë e parë është që Muhamedit alayhis salam, dashur vëllezër, ju desh 13 vjet që ti bindje shokët e tij të largohen nga vendlindja e tyre. 13 vjet nuk janë pak, janë shumë, derisa u bulos imani, derisa ata ishin në gjendje
të japin gjithë shka për Allahu dhe për pejgamberin, atëherë Allahu e pa të arsyeshme që të jap urdhër Muhamedit alayhis salam në vitin 622. Në vitin 622, që vjen parafërsisht në vitin me vite hënore, në vitin e 13 të shpalljes së Kuranit. Thonë, edhe pejgamberi alayhis salam pse u desh shkoje në Medinë? Kjo është një mësim shumë i mirë edhe për ne, dashur vëllezër. Ne në jetën tonë të përditshme, pa bërë një transformim, kjo është rast psikologjik, mbani mend, dashur vëllezër. Pa bërë një transformim, një comeback ne i themi, një hap ndryshe, nuk mund të kesh sukses. Këtë ne e elaboruam në dersin e javës së kaluar kur folëm për nanën e Musës alayhis salam. Thanë, Gosivari është shumë i mirë, elhamdulillah, kemi vardarin, kemi qytetin, njerëzit që janë vërtet njerëzit i kemi jashtëzakonisht mirë. Pse janë të mirë? Sepse shifet numri i krimit është shumë i vogël, edhe kjo tregon se njerëzit janë të butë dhe të mirë. Por nëse në Gostivar realizimi dhe praktikimi i fesë ngushtohet dhe acarohet dhe nuk kemi shumë të lirë, atëherë neve në lejohet të bëjmë një comeback. Ose nëse nuk shkon biznesi mirë, prandaj them, nga hijreti mund të nxjerrim jashtëzakonisht gjëra të bukura. Nuk shkon biznesi mirë, me dyqanin, me një fabrikën, me fushën, me mallin, pavarësisht biznesi. Duhet të bësh një transformim të biznesit tonë. Duhet të ndrosh vendin. Ndrimi i vendit është shumë i rëndësishëm. Nëse ke një fazë, mos ta themi depresive, po një fazë ankthi, nuk je rahat shpirtërisht, ke vezvese, thot ndroje vendin. Interesant. Vendi është shumë i rëndësishëm. Ose bile psikologët thonë ndroje dhe jastëkun. Vleni jastëk të mirë, nuk zë gjumi, ndroje jastëk, ndroje dhomën. Ndroje shëtit që të rutine që i ke bërë e të vardarit, mos shëtit dikun tjetër. Do më thonë, krejt qëllimi i hijretit është ndryshimi. Sepse të ndryshimi ka bereqet. Muhamedi alayhis salam e dini që 53 vjet fix në moshën time i ka kaluar në Mekë. Muhamedi alayhis salam nuk ka shku i ri në Medinë. Se kur erë shpallja, ish 40 vjeqar. Plus 13 vjet, as gjatë i shpallja në Mekë. 53 vjeqar ishte. Thonë, aj më shumë se gjysmën e jetës, 80% të jetës, sa e vdik 63 vjeqar. Më shumë se gjysmën e jetës e kaloj në Mekë e kaloj. Si kur aj të lidhej emocionalisht me Mekën, prandaj lidhja emocionale shpesh nuk është edhe e mirë. Kur lidhemi me gjërat, Allahu nuk don të lidhesh me gjërat, qoftë ajo edhe qabe. Shkoni këtë në mësoni hijret. Se kur dul pejgamberi alayhis salam për të dalë, për të ikur në Medinë, qëndrojmë mbi një kodër, edhe filloi qaje. E qajti Mekën tha, o vendi më i bukur. E qajti Qabën tha, o shtëpia Allahut më e mirë. Unë kur nuk do isha largu prej teje, asnjëherë, si kur banorët e këtij vendi mos më përzinin. Asnjëherë. Ai ka qenë njeri Muhamedi alayhis salam. Këtu Muhamedi alayhis salam u shpreh si njeri, jo si pejgamber. Domethënë, e shprehu emocionin e tij, si ne që i shprehim deri te putarinë e Zhelinës, nuk na ndalen lotët kur shkojmë gurbet. Normal. Pse? Ndarja nga vetëlindja është e rëndë. Edhe Muhamedi alayhis salam ndeti gjatë mbi atë kodër duke e pa Mekën edhe duke e pa Qabën. Amo lidhja emocionale me vendin, me fëmijët, me pasurinë, qoftë edhe me Qabën, nuk është mirë nëse prioriteti tjetër që e kërkon Allahu prej teje është më i madh. Çfarë i tha Allahu? Duhet të largohesh. Për të kthyer më i fort, këtë na mëson hijreti dashur. Për të kthyer më i fort në Mekë përsëri. Se Allahu i thot Kur'an, inna raduke ilejhi.
Ne do të kthejmë përsëri në Mekë, mos qaj, o Muhammed. Interesant. Për të kthyer, ai shkoi me 2 veta, ashtu. Vetë i diti. Muhammed a.s. edhe Ebu Bekri. 2 veta shkoi. Kur erdh mbas 8 vjetëve ta çliroje Mekën, me sa veta erdh? Me 10.000 veta. A do mund të vije Muhammedi a.s. ta çliroje Mekën me 10.000 veta, si kur mos të ikte nga Mekja? Largohi, asë njerë do ndodhë dhe kjo. E shifni Allahu çfarë planesh ka bëhon jetën tonë. Thot largohi. Ndroje, thot, zonën e konforit. Edhe kur mësohesh, mpo shpi, mpo shpi, mpo shpi. Kjo zonë konforit. Kur vej shpi, televizorin, TikTok, Facebook, ama çdo ditë. Kjo çfarë bën? Kjo bën stres. Kjo bën ankth. Ndroje këtë rutinë. Një ditë lexo Kur'an, një ditë lexo një libër, një ditë telefoni mikut, shko ditë, pini kafe, bën një zjaret. Më thonë, çdo ditë ndryshe, këtë na mëson hijretin e eve. Transferoju, shko, heja. Mos e bën një punë non stop, rutinë, njësoj. Kjo nuk ka bereqet. Ti pare mund bosh milioner, por bereqet s'ka. Bereqeti është në lëvizje. Arabët ka një fjalë popullore, thot, el bereke fil hareke. Bereqeti është në lëvizje. Një ujë që rrin dhe nuk rrjedh, ai bëhet knet, vend zhamash, një ditë edhe zhabat bretkosat hikin për atij vendi. S'ka. Andaj thot, edhe Muhamedi a.s. u desh të largohet nga Mekja. Çfarë ishte rutina në Mekë? Po rutina në Mekë ishte katastrofale, o vllai dashur. Çfarë ishte? Çdo ditë vuajtje, probleme. Çdo ditë donin ta vrisnin, filluan që vrasin sahabët, shokët, i maltretonin, i përzonin. Bile patën një embargo, një leqitje i themi shqip. Çfarë embargo? I përzuan krejt musliman që kishin pranuar islamin në një kodrinë e quajtur Shiba. Ka e kodrina, muslimanët ndejtën patën bojkot, u bojkotuan 3 vjetë. E bon kush që as kush mos hije, mos dale ke muslimanët, mos jape, mos mare vajza prej muslimanëve, mos martohen as gjë, as tregti, as ujë, as bukë atyre. Interesant. 3 vjetë. E çatër pejgamberi alayhis salam bashkë me sahabët kanë vendosur gur në barkun e tyre nga uria. Gur. Lëkurat të cofta devesh kanë ngranë, dini? Megjithëse coftina është haram në Islam, ashtu. Por raste kur është pyetje jetë ose vdekja, Allahu a lejon. Lëkura. Imagjinoni, 3 vjetë. E tash, këto sikur të këmgullnin dhe të rinin hala, do të bisni. Allahu e urnoi pejgamberin alayhis salam që të shkojnë në Medinë. Allahu i lavdron, dashur vëllezër, shumë i lavdron disa ajete. Unë nxora 7 ajete, nuk do i përmendi krejt, vetëm do përmendi ajetin e surës Nisa, ajetin 100, thotë kështu. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah. Kush bën hijret për hir të Allahut. Kjo është argumentim i asaj që thash pak para. Hijreti bëhet vetëm për hir të Allahut. Për ekonomi nuk quhet hijret. Për martesë nuk quhet hijret. Për interes nuk quhet hijret. Hijret strikt dhe fiks është për hir të Allahut. Edhe për pejgamberin e tij, do të thonë, për Kur'an dhe për Sunet. Wa man yuhajir fi sabilillah. Kush bën hijret për hir të Allahut, në rrugën e Allahut, fi sabilillah. Yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a. Ai si shpërblim për atë që bën hijret, gjen mundësi të mëdha. Dhe përsëris 2-3 herë këtë fjalën muragaman. Çfarë më thon? Gjen mundësi të mëdha. Më thon, i hapen rrugët, se njeriu kur bën hijret, njeriu kur e lën vendlindjen, kur i mbyllën rrugët, edhe ai do të shkojë dikundi që ta kërkojë riskun dikund tjetër, ashtu, të bëjë një transfer, të shkojë dikundi. Yajid fil ardi muragaman.
Gjenë në tokë, do me thane, se përmendën Allahu tokën, se nga toka është risku, ashtu. Allahu ja zgjeron, wesaten dhe zgjerim, ja zakonisht të marë. Shumë gjenë mundësi të mdhaja gjenë, po edhe shkumbja në gurbet të jep mundësi. E një parasysh do, kush ka shku prej aktorëve në Amerikë, a bon i famshëm. Kush ka mben Shqipërinë, Maqedoni, a bon që bon. Edhe me qenë doktor profesor. Vendi është aq, 2 milion banor, çfarë mundësi ishtë danti? S'ka mundësi këtu. Vendi sa ma i madh, sa ma i gjërë, sa mundësiet janë shumë më të mdhaja. Edhe pejgamberi alayhis salam shkoni çfarë strategu. Megjithëse me inspirimin e Allahut, por vendosi të largohet, gjetë mundësi. Por çfarë mundësi e gjeti Muhamedi alayhis salatu wassalam në Medinë? Shkoj me 2 veta prej Mekës, Medinë formoi shtet, o i dashur. Të rinjtë të lidhej për mbulesës së Qabes, të qante çdo ditë, a do bante shtet Muhamedi alayhis salam? Asnjëherë. Duhet dalësh, shkosh, të largohesh, të forcohesh, atë të kthehesh si çlirimtar. Keni parasysh? Krejt këto patriotët tonë të nderuar, do me thonë, sidomos Kosovar, që ishin të përngjekur nga regjimi Jugoslav, çfarë bëhen? A ikën në ekzil, shku në Gjermani, në Zvicër, edhe ajo lidhja e lëvizja popullore shqiptare, a që u forcu? Edhe u bo u qëkoj ashtu. Interesant, ki transformimi i hijretit është mësim çdo herë. A që mlodhon para nga bashkë vendasit tanë, që mërgjimtarët tanë, gurbeqarët tanë, u forcuan ekonomikisht, bëhen strategji, edhe erdhën elhamdulillah, u çliru Kosova, inshallah, çlirohen krejt trujet etnike. E pa u largu, s'u forcohesh, s'u vish në vend i forcë. Në vend është shtypja është e madhe. Çfarë mund të bësh? Krejt e di se çfarë ti don të bësh. Edhe ato e dinin krejt në Mekë se çfarë don të bëj Muhamedi alayhis salam në Mekë. Prandaj u desh të shkoj në Medinë. Në Medinë bën shtet, interesant. E kjo është argument që yejid fil ardi muragamen kathiran wasa'. Ai që bën hijret për hir të Allahut dhe për hir të pejgamberit të tij, Allahu ja zgjeron mundësitë, ja hap mundësitë e mëdha. Ja hap mundësitë. Wasa, dhe ja zgjeron riskun. Prandaj përmendet toka këtu. Wa man yakhruj min baytihi ila Allahi wa rasulihi. Kush del nga shtëpia e tij për Allahun dhe pejgamberin e tij, përsëritet. Në çdo ajet hijreti bëhet për Allahun dhe pejgamberin e tij. As për euro, as për franga. Wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut. Edhe rrugës për hijret vdes. Ka ndodhur kështu, prandaj Allah e përmendet. Kia ajet ka zbrit për një sahabi që ka vdek rrugës. Thumma yudrikhu al-maut. Ende pambrin në Medinë vdes. Çfarë ndodh? Faqad waqa ajruhu ala Allah. I është plotësuar shpërblimi i tij te Allahu. Do të thonë, ky njeri quhet njeri i hijretit. Kjo është njësoj si haxhiu që shkon në haxh. Zotë mos e boft, vdes në aeroport, vdes rrugës, vdes Samrin atje, vdes se bën një jetë këtu më radh. Ky njeri që Allahu është haxhi. E ka shpërblimin e plot inshallah. Pse në jetë është i sinqert, pagesën e ka bë, kreti ka bë, përgatitjet i ka bë, por jeta e shkurtër. Edhe ky njeri përmendet këtu një sahabi dashur vëllezër, e ka pas emrin Jundub bin Damra. Jundub bin Damra ishte një njeri plak. Burr plak. Edhe i smur, bile nuk ishte mirë me shëndet. Shumica e sahabeve dhe Muhamedi alayhis salam kishin shku për Medinë, kishin bërë hijretin. Edhe kur ndëgjoj që Allahu i qorton ata njerëz që nuk bëjnë hijret për Allahun dhe pejgamberin e tij, ky nuk ishte rahat emocionalisht, çdo ditë e hante veten e tij. Pse unë të ri në Mekë, Allahu na qorton pse nuk largohem, e dini? Allahu na qorton nëse ngushtohet mundësia për ta praktikuar fejen me një vend, Allahu qorton mos rritet në atë vend. Largo. Se lidhja me vendin nuk është çdo herë e mirë.
lidhja me vendin, nuk është dhe mirë, nëse është e dëmshme në aspektin e fejes tënde. Edhe ky plaku nuk ishte rahat. Një ditë prej ditëve i mori teshat, u përgatit, edhe nisi rrugës për në Medine, 500 kilometre anë kamba me deve, historia nuk e përsëritën, nuk e përmendën, me çfarë ka shku. Por njëri plak, edhe me deve o lartë, diavë. Edhe rrugës smurët ma keq, edhe shtrihet aty në shkretir, para se të vdes, e dini çfarë ka bë? Ka qenë shumë i sinqert. Dorën e gjatë e vendon mbi të majtën, i thot ja Resul Allah. E imagjinon kurse dorë e majtë është dorë e pejgamberit alayhis. I thot ja Resul Allah, unë e di që në Medinë s'u mbrej, ama çet ta jap dorën që rrugës për Medinë jam. Ja Resul, ta jap besën. Kam nis për të ti ja Resul Allah. Koni sa sinqert kanë qenë Allah. Asnjë libër s'kan lexuar, veç Kur'anit. Aman, imani e banat që duhet të bëjnë. Imani. 13 vjet është gatu imani në Mekë. 13 vjet. Nuk është pak. 13 vjet njeri i ban 3 fakultete. E kur vendoset imani mirë në zemër, flen, ashtu si shtam, bëhet pjesë e qelizave tua, anatomisë tënde, atëherë ti për Allahun dhe për pejgamberin bën gjithçka. Edhe sa ja jep besën pejgamberit në mënyrë simbolike, plaku vdes rrugës për hijret. Edhe ky plaku bëhet sebeb që Allahu të zbres ajet kuranor në surën Nisa, ajeti numër 100 është i zbritur dhe i shpallur për këtë plaku, edhe për pleqët qerë që do vinë deri në kiamet, që do veprojnë si Gjundub bin Damra, i cili vdiq rrugës për në hijret. Ajeti 100 i surës e Nisa. Pastaj thot: "Wa kana Allahu ghafurar rahima." Edhe për hir të hijretit që e bën njeriu, për hir të largimit që e bën njeriu, për hir të shkuarjes, për hir të Allahut prej një vendi në një vend tjetër, edhe për hir të transferimit, se hijreti është shumë dimensional. Hijreti është edhe, ashtu tham, largim nga gjinahi në seva, largim nga landat narkotike në njëri të mirë, largim nga bigjozi, largim nga kamata, largim nga alkoholi, largim nga mishi i derit, largim nga fitimi haram, largim nga fjalët e këqija, largim nga i pandershëm në i ndershëm, largim nga ajo i sinqert në i sinqert e kështu me radhë. Krejt to që Allahu janë hijret. Se fjala hijret është shpërngulje karakterin tënd, lejat lëkurën e karakterit të keq, vishu me një lëkurë të re të karakterit të mirë, dhe kjo është hijret për ty. Jepja besën Allahu si ai plaku Gjundub bin Damra, prej sot, o Allah, unë në jetë do të bëj hijret, do të transformohem inshallah për hirin tënd dhe të pejgamberit tënd. Allahu e pranon. Allahu e i falën krejt ato mëkate që i ke bërë përpara, krejt i falën, e që mos mërzit. Se me njëherë mas kësaj, Allahu dhëtë, "Wa kana Allahu ghafurar rahima." Sepse thot Allahu është falës dhe mëshirues. Shikoni, 2 emra më të bukur janë këto, Gafur edhe Rahim. Çfarë më thon fjala Gafur? Jo vetëm falës, por Gafur do me thonë e mbulon edhe të metën, e mbulon. Lëre që ta ka falë, por edhe ta ka fshi prej të deftere, ashtu. Se shumë gjina Allahu që na i falën, i mban deftere. Në botën qëtër në thotë, shiko, ta kam falë, më këtu i ke, këtë. A ka një pjesë të madhe të gjinave, inshallah, që Allahu që na ka falë këtë dinjo, i ka fshi krejt, nuk do i shohëm ne, hiq. Në shenjë respektit nuk do na përmendje hiq. Prandaj ka përmendur, më thonë, kush bën hijret, bën një transferim për Allahun dhe pejgamberin e tij, ai është Gafur edhe Rahim. Ai fshin, i mbulon të metat edhe është mëshirues. Kur e përmendën fjalën mëshirues, thotë, a do të shtin në xhenet, mos u mërzit. E këtë e bëri pejgamberi alayhi salatu vesselam, dashur vëllezër,
hijreti, cili vërtet është një mësim jashtëzakonisht madhështor, sepse jo rastësisht vitet e kalendarit islam filluan të maten jo me zbritjen e Kuranit, por me hijretin, interesant. Pse? Se hijreti është ajo vija ndarëse, ai comeback-i më i madh i muslimanëve që u amundsoi që në Medinë të formojnë shtet. Edhe pejgamberi Islami mori gjitha masë, shkoni çfarë strategu. Pse zgjot Ebu Bekrin për shok? Na mëson neve në këtë dinjë, kur të bani ndonjë udhtim të largët dhe vendimtar, mos bani me çdo njeri. E ke gjetë musliman, a vim shkojmë shku. Jo kështu. E ke gjetë njeri, a shkon nesër në Zvicër, po hajde shkojmë bashkë. Pa e ditë, pa e njoh karakterin, pa e njoh sjelljen, mos shko të udhtosh me njerëz. Ti kështu mund ta njohësh, e ke pa për ditë të ke shok Facebook, ai shkojmë ka gurbeti. Jo. Do shkosh vetëm me njeriu që e nje mirë, ja nje familjen mirë, ja nje karakterin mirë, ja nje imanin mirë. Prandaj, pejgamberi kishte ditë sahaben Mekë. Pse zgjot Ebu Bekri? E njihte Ebu Bekrin prej në familjerisht, musliman i parë që e pranoi Islamin prej burrave. Nuk ishte rast. Pastaj thot në shpeja që qëndroi 3 ditë, edhe ati ka një strategji shumë bukur. Ati organizoi komplet familjen e Ebu Bekrit, interesant. Abdullahi ishte djali i Ebu Bekrit, Esma ishte vajza e Ebu Bekrit, edhe kish një çoban, Amir bin Aufi, i cili runte delë. Shkoni, çfarë strategji e bëri? Nuk shkoi me një herë për Medinë. U ndalte shpella Thaur, e din haxhit. Shpella Thaur, edhe ndeti 3 ditë. Pse ndeti? Që mushrikët që ndiqnin mos ju shkojnë mendje që është shpeja, por vazhdojnë rrugën. Edhe pejgamberi alayhis salam mori një njeri e pagujti për rrugë tjetër ditësore. Jo ka rruga që shkojshin për herë njerëzit me Medinë prej Mekës. Shkoi me një rrugë komplet qare tjetër. A më nuk shkoi vetë, pagujti njeri. A derisa ndet në shpellë 3 ditë në shpellën Thaur, Abdullahi djali i Ebu Bekrit luante rolin e shërbimit sekret prej atëherë. Mirë të lejme në Mekë se si qëndron puna e kërkojnë ase kërkojnë Muhamedit alayhis salam. Kjo strategji, mos mendoni se Muhamedi alayhis salam ka qenë haj, vetëm dua. Jo, na mëson neve, o njeri, nuk mirret rroga vetëm me dua, shko puno. Pastaj do marrësh rrogën. Bën dua Zotit të tapë shëndet, apo unë do të shkosh ta bësh vetë. Kjo është Islami. Allahu, unë shpesh e them, Allahu i cili e çoi Muhamedit alayhis salam në Miraç prej Mekës në Jerusalem, 1500 kilometre, prej Jerusalemit deri në Sidretul Muntaha, brenda disa minutave, a nuk kish mundësi ta çonte Muhamedit alayhis salam pi Mekës Medinë për 1 minutë? Pse gjithë këtë izet? Që neve na mësoj se pa mund, pa gjerës, nuk ka sukses o i dashur. Kjo është mësimi. Koni i mori gjitha masat. Njërin e bëri shërbim sekret, vajza e Ebu Bekrit Esma, çfarë ajo binte bukë dhe ujë, logjistike në ushqimit dhe teshave, edhe çobani i mbulonte gjurmët para shpellë me delet, me dhent. Mos vinë ta diktojnë se ato janë aty. Allahu Allahu gjunuden lem terauha. E përmendën Kur'an, Allahu çoi edhe ushtar që ju nuk i shihni. Çfarë ushtarësh? Çoi merimangën e zu shpellën, materietin e merimangës. Shkoni. Krejt edhe sebepet, edhe mundësit, edhe mrekullit ishin prezente kur imani ekziston dhe një jetë është i mirë. Lusë Allahu xhelle xhelalu që hijreti të jetë mësimi më i mirë për besimtarët inshallah. Ne të bëjmë transformim në zemrat tona, në mendjet tona, në shtëpitë tona, hijret në karakterin tonë, në jetën tonë që të kemi sukses për hajër dhe kjo festë e madhe dhe ky vit i ri islam. Inshallah mbrifshim edhe shumë më të tjera. Walillahi al-Fatiha.